Nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Pas 4 ditësh në reanimacion vdes në spital agenti i Agjencisë Mbikëqyrjes Muçi Sheqeri, u plagos me 10 plumba në atentatin mafioz të Rinasit. Një restorant në qendër të Kamzës sulmohet me tritol gjatë natës, shpërthimi shkakton dëme të mëdha materiale, pronarët mohojnë konfliktet. Kryeministri Rama kërkoi rikthimin në zyrë të Erion Veliajt për të drejtuar Tiranën, korrupsioni po luftohet vetëm fal vullnetit të Partisë Socialiste. Pronarët e apartamenteve pezullojnë transaksionet me klientët e tyre, pritet vendimi i qeverisë për rivlerësimin e pronave me 5% vitin tjetër. Mëngjesisht, agenti i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore Muçi Sheqeri, i plagosur në atentatin mafioz në Rinas 4 ditë më parë, ndorroi jetë në spitalin e traumës. Ai nuk ja doli dot të mbijetonte pasi ishte qelluar me 10 plumba, 2 prej të cilëve në kokë. Në ngjarjen e Rinasit mbeti i vrarë edhe shoku i tij Gilman Dodani. Pas 4 ditësh në gjendje të rëndë shëndetësore ka ndërruar jetë në spitalin e traumës Muçi Sheqeri. Efektivi i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore fillimisht mbeti plagosur me 10 plumba, 2 prej të cilave goditën në kokë në atentatin mafioz në Rinas. Në këtë ngjarje i vdekur mbeti dhe Gilman Dodani. Sipas hetuesve të policisë ishte pikërisht Dani, pasagjer në mjetin e bardhë T-Benz që ishte shënjestër e autorëve. Muçi Sheqeri dhe Gilman Dodani sapo kishin bërritur në aeroportin e Rinasit ku kishin marrë makinën e tyre në parkim dhe sapo dolën në afërsi të rreth rrotullimit, 4 persona me një makinë Toyota Izun prit, duke qelluar me breshëri Kallashnikovi me të paktën 82 plumba. 20 prej tyre goditën Danin duke lënë të vdekur në vend, ndërsa Sheqeri fillimisht mbeti plagosur rënd, ndërsa kundëroi jetë rreth orës 3 të mëngjesit duke u gzirë shtuna. Misteri ende për policinë mbetet se kush janë autorët. Këta të fundit erdhën në Rinas nga rruga e vjetër që e lidh me Niklen dhe po nga kjo rruga ata u larguan ku pasi mbërritën në fshatin Halil të Fushkrujës, dogjen makinën me 4 armë të zjarrit brenda. Pas ngjarjes, policia e Tiranës ushtroi kontrolle në disa zona si në Nikël, Fushkruj, Kamës e të tjerë. Në kuadër të këtyre kontrolleve, një bazë me arsenal të rënd armësh u gjet në fshatin Zall, brenda banesës së Ylli Zallës, i cili është shpallur në kërkim dhe dyshohet se është personi që u ka siguruar armët autorëve. Po ashtu besoj gjithashtu se mjeti tip Toyota i autorëve ka dalë nga banesa e tij në drejtim të Rinasit për të kryer atentatin mafioz. Brenda shtëpisë së Ylli Zallës u gjetën 3 kallep tritoli, 4 armë zjarri, 6000 fishek të kalibrave të ndryshëm, granata, sasi lëndë dëshplasëse gati për shpërthim, mina e të tjerë. 48 vjeçari Ylli Zalla nuk është një emër i panjohur për policinë. Në vitin 2014 ai është arrestuar për prodhim të bombave artizanale. Në atë kohë Zalla dyshohej për lidhje edhe me grupe terroriste të ISIS që dërgonin shqiptar për të luftuar në Siri. Një restorant në qendër të Kamzës është sulmuar gjatë natës me tritol. Shpërthimi ka shkaktuar dëme të mëdha materiale, ndërkohë që pronarët e biznesit mohuan të kenë patur konflikte. Shkaki i ngjarjes dyshohet të jetë konkurrenca. Një tjetër shpërthim tritoli ka tronditur zonën e Kamzës. Lënda plasëse ishte vendosur në një restorant në afërsi të bulevardit kryesor të zonës. Tritoli ka shpërthyer rreth orës 2:20 të mëngjesit, ku fatmirësisht nuk ka njerëz të lënduar, por vetëm dëme materiale. Biznesi është në pronësi të Klodian Muratit dhe Benar Delezit dhe ishte hapur përpara 2 muajsh. 2 kunetrit kanë dëshmuar para policisë se nuk kanë konflikte me persona të tjerë dhe nuk e kanë idenë se kush fshihet pas ngjarjes. Burime nga policia bëjnë me dije se në bazë të kamerave të sigurisë autori ka qenë i maskuar, i cili pasi lë tritolin largohet me vrap. Ende policia nuk ka një pistë konkrete, por hetimet janë përqendruar tek ndonjë konflikti i mëparshëm i pronarëve, si edhe tek konkurrenca. Gjatë prezantimit të projekt buxhetit në njësinë 3, Kryeministri Rama kërkoi rikthimin e Erion Veliajt në zyrë për të drejtuar Tiranën. Rama foli edhe për korrupsionin në nivele të larta që sipas tij sot po luftohet vetëm fal vullnetit të Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama shfrytëzoi një takim me qytetarët e njësisë numër 3 në Tiranë për të theksuar vullnetin e qeverisë për të luftuar korrupsionin e për të garantuar pavarësinë e SPAK-ut. Lideri i mazhorancës Rama vori në dukje se Partia Socialiste nuk do ndërhyjë tek sistemi i drejtësisë pavarësisht kostove që ajo vetë po paguan. Nuk është luftuar kur korrupsioni siç luftohet sot dhe nuk e lufton SPAK-u. Dakor, nuk e lufton SPAK-u.
e lufton vullneti i kësaj force politike që i dha pavarësinë drejtësisë dhe që mbron pavarësinë e drejtësisë edhe me koston e paguar në lëkurën e vet. Çfarë është mbajtja e kryetarit bashkisë atje brenda pagjyq? Është një kosto. Kryeministri shpjegoi edhe një herë se Arjon Velia u shkarkua nga detyra e kryetarit bashkisë vetëm sepse kryeqyteti kishte nevojë për një drejtuese. Tani që gjykata kushtetuese vendosi që Velia të qëndrojë në detyrë, duhet t'i japi atij mundësinë të drejtojë Tiranën. Është një vendim gjykate, nuk diskutohet që ne respektojmë, madje unë nuk kam asnjë arsye të besoj që gjykata kushtetuese ka bërë politik në këtë rast. S'kam arsye ta besoj, kam arsye të besoj gjykata kushtetuese ka menduar ndryshe, por mendimi ndryshe i gjykatës kushtetuese të çon në konkluzionin që kur kryetari i bashkisë të shkojë atje për të kërkuar të kthehet në zyrë, gjykata kushtetuese ta kthejë në zyrë. Gjatë takimit me banorët e njësisë numër 3 në kryeqytet, Rama shpjegoi buxhetin për vitin e ardhshëm, duke theksuar se fokusi kryesor do të jetë tek pensionistët, e duke premtuar se gjatë mandatit të katërt, Partia Socialiste do të angazhojë 1.7 miliard euro vetëm për pensionistët. Çdo javë, opozita e udhëhequr nga Partia Demokratike do të protestojë përpara kryeministrisë. Sali Berisha deklaroi se Rama nuk mund të shpëtojë përgjegjësisë për korrupsionin e lartë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se të hënën opozita do të protestojë para godinës së qeverisë për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Në një komunikim me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha sqaroi se Edi Rama është përgjegjësi kryesor për tunelin e Llogaras, por edhe për dosje të tjera që sot janë hetim nga Spaku. Ndaj protestat do të zhvillohen çdo javë para se lisë së qeverisë. Nuk është një protestë e veçantë kundër Lubi Ballukut, që të garantoj nuk ka hajdutë më të mëdha në tërë historinë, më të madhe në tërë historinë e kombit shqiptar përveç Edi Ramës. Prandaj protesta do bëhet para kryeministrisë dhe vetëm para kryeministrisë. Aty kanë zyrat të dy ata, kryeministër dhe zëvendës kryeministër. Berisha sqaroi se dubimi i së hënës do të ketë formën e një parlamenti ku do të flasin deputetët e Partisë Demokratike dhe qytetarët. Ndërkohë që protestat e tjera do të nisin së shpejti, pasi sipas tij vetmja rrugë e përballjes me mazhorancën socialiste janë protestat. Të ngrihemi në protesta dhe vetëm protesta. Përndryshe, farse ardhshme elektorale nuk do të jetë me 52% Edi Rama, por do jetë me 62 ose 68%. Lideri i opozitës Sali Berisha shfrytëzoi komunikimin në rrjetet sociale për të replikuar në distancë me kryeministrin Edi Rama, në lidhje me qëndrimin e tij se instalimi i kamerave inteligjente do ndihmonte në zbardhjen e atentatit në Rinës. Ky deklaroi se na mungonin kamerat, po cilat kamera mungonin më? Por shqiptarët për atyre kamerave që janë aty panë çdo gjë, panë gjithçka me detaje. Përveç se ti që nuk i shef, se ti do mashtrosh. Ndërkaq kryetari i PD-s Berisha lajmëroi se ligjin e sapo miratuar për barazinë gjinore do ta çojnë në gjykatën kushtetuese e do të mbledh firmat e nevojshme për ta çuar në referendum. Në Shkodër, policia goditi një grup kriminal të kultivimit të lëndëve narkotike. Ai shfrytëzonte një magazin të braktisur për të rritur kanabis me llamba, ndërkohë 3 persona u arrestuan dhe po ashtu u proceduan edhe disa punonjës të OSHE që nuk raportuan konsumin e lartë të energjisë. Operacioni policor në ONE 3 ka çuar në zbulimin e një tjetër godine të kthyer në laborator për rritjen e kanabisit me llampa, duke çuar në 6 numrin e ambienteve të goditura në kuadër të këtij operacioni. 3 persona kanë rënë në pranga, përparim Drevataj, Sebastian Gjoka dhe Artian Bilali, ndërkohë një tjetër person është shpallur në kërkim. Blut kanë ndaluar gjithashtu 2 punonjës të OSHE, Gensaliaj dhe Blendi Cufaj, ndërsa 5 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë. Këta të fundit dyshohet se kanë patur dieni për aktivitetin kriminal, por nuk kanë kallëzuar. Ndërkohë besohet se ata kanë ndihmuar kundrejt parave për mbulimin e energjisë elektrike që ka konsumuar magazina përdorur për kanabisin.
Magazina në lagjen Mark Lula, e kthyer në një serë të plotë të kanabisit, u bastis nga forcat policore të cilët sekuestruan 119 bimë narkotike, mbi 2.1 kg kanabis të tharë dhe 284 pajisje elektrike të përdorura për kultivimin. Kontrolli në banesën e personit në kërkim zbuloi armë zjarri, municione, dokumente dhe targët të dyshuara të falsifikuara. Një apartament është përfshirë nga zjarri në zonën e Astirit. Këtë të shtunë, pamje tregojnë flakët që kanë dalë edhe përmes balkonit, duke rrezikuar apartamentet e tjera të pallatit. Forcat zjarrfikse kanë bërritur menjëherë në vend ngjarje dhe kanë bërë të mundur evakuimin në kohë të fëmijëve që ndodheshin tek të bllokuar brenda mestymit. Ndërkohë, më pas, zjarrfikësit kanë izoluar flakët dhe i kanë shuar plotësisht ato. Fatmirësisht nuk ka njerëz të lënduar, por vetëm dëme materiale. Paraprakisht dyshohet se shkak për zjarrin mund të jetë bërë një shkëndij elektrike. Ekspertët e tregut imobiliar thonë se rivlerësimi që do të bëhet vitin tjetër ka stopuar transaksionet. Pronarët e banesave synojnë të fitojnë më shumë nga shitjet duke paguar vetëm normën e propozuar prej 5%. Pronarët e apartamenteve dhe shtëpive private që kanë nxjerrë pronat në shitje muajt e fundit janë tërhequr përkohësisht nga tregu, pasi po presin procesin e rivlerësimit me tatim 5% të pasurive të paluajtshme, që është përfshirë në paketën fiskale të Ministrisë së Financave që pritet të zbatohet më datë 1 janar të vitit të ardhshëm. Momentalisht, një pjesë e madhe e këtyre apartamenteve që janë për rishitje, që janë po presin procesin e rivlerësimit, nuk po shiten realisht. Është një pjesë shumë e vogël që po shitet, ndoshta ato që kanë vërtet një hall, një problematik që duhet ta shezin, por pjesa tjetër nuk po shet. Ne konkretisht kemi kthyer disa kapare vetëm për këtë problem. Nga kapare të marrura nga blerësit potencial, janë kthyer sepse shitjet janë tërhequr. Gjatë diskutimeve për hartimin e skemës, agjentët imobiliar kanë kërkuar një normë të ulët, 2-3%, por pavarësisht se 5% nuk konsiderohet optimale, sipas tyre do të ndihmojnë në zhbllokimin e tregut. 5% që nuk është vlera më optimale, por është shumë më mirë se 15%. Kjo është pak për sigurt. Sigurisht që po të ishte më mirë do ishte për qytetarët, mendoj që do kishte një impakt akoma më të madh në gjithë këtë pjesë. Por gjithsesi duhet jemi të kënaqur me 5. Nga procesi i ri i rivlerësimit pritet të preke një numër i konsiderueshëm pronash ku pjesa më e madhe i përket pallateve të vjetra, të cilat kanë diferencë të madhe midis vlerës së vjetër të regjistruar dhe çmimit aktual të tregut. Mbi 90% të këtyre pronave preken. Kushdo që ka një pronë të blerë ndër vite, jam i sigurt që çmimi i saj është dyfishuar. Pra, nëse një pronë është blerë 100.000 euro pa dyshim para 10 vjetër, sot ajo pronë është 250.000 euro. Pra, do të kemi një vlerë të tatueshme prej 150.000 eurosh, që është 15% normalisht. Dhe gjithë kjo pjesë që duhet rivlerësohet me 5%. Pra, është 3 herë më pak se sa normalja. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, rreth 168.000 pasuri të paluajtshme ju nënshtruan për herë të fundit rivlerësimit, atëherë me normë 15%. Këtë herë për shkak të uljes në 5% pritet një numër shumë më i lartë aplikimesh. Persona kanë mbetur të plagosur në një aksident rrugor këtë shtunë. 2 automjete janë përplasur në njëri tjetrin në aksin kombëtar Fierë Roskovec në zonën e njohur si kthesa e Verbasit. Të lënduarit, 2 drejtuesit e makinave si dhe 4 pasagjerët janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku kanë marrë edhe kujdesin e nevojshëm mjekësor. Besohet se shkaki i aksidentit është bërë shpejtësia dhe manovrimi i gabuar i njërit prej shoferëve. Autori më i mirë i vitit në panairin e librit me veprën Ndëshkimi i dytë i Evës. Juria vlerësoi gjithashtu edhe autor dhe përkthyesi Virgjil Muçi, Urim Nerguti dhe Valbona Banka. I kthyer në një traditë të përvitshme, Panairi i Librit 2025 vlerësoi autorët dhe përkthyesit që kanë spikatur për kontributet e tyre në letërsinë shqipe dhe atë të përkthyer. Juria ndau 5 çmime kryesore, duke nderuar vepra që sollën qasje origjinale, mendim të thelluar dhe mjeshtri të veçantë gjuhësore.
Çmimi autori më i mirë i vitit i shkoi shkrimtarit Artan Fuga për romanin Ndërshkimi i dytë i Evës. Romani u veçua për strukturën mbreslënëse që bashkon mitin e Zenafillës me dramën familjare e urbane, si dhe me sfida teknologjike të sotme. As më kishte shkuar ndonjëherë në mendje që një roman, një ditë do më kushtonte edhe do më merrte vite më shumë se çdo libër tjetër studimor, edhe do më shqetësonte për 5 vjet më shumë se që më ka shqetësuar çdo libër tjetër. Falenderoj jurin për vlerësimin që i ka bërë atij romani. Çmimi përkthyesi më i mirë i vitit u fitua nga Virgil Muçi për përkthimin e romanit Jamesi të Percival Everett. Përkthimi u vlerësua për pasurinë gjuhësore, aftësinë për të sjellë 2 regjistrat e veçantë të veprës dhe ruajtjen e kompleksitetit e ngjyrimeve të tekstit origjinal. 2 fjalë mirënjohje për jurin që mes njëmorie veprash, autorësh, titujsh dhe përkthyesish jam i bindur me vlerat spikatura, përzgjodhi romanin Jamesi të Percival Everettit, një ngjarje, një dukuri e përbotshme letrare dhe shpresoj që të ketë të njëjtin fat dhe në Shqipëri. Mendoj që nis më fillimin e ka të mbarë. Çmimi për përkthimin më të mirë letrar nga frëngjishtja në shqip u akordua përkthyesit Urim Nerguti për sjelljen në shqip të romanit Hyria të Kamel Doc. Gjuha shqipe është lidhur emocionalisht me kulturën franceze. Ne kemi përkthyesit më shembullor të traditës nga frëngjishtja në shqip. Pas një mungese 1 vjeçare për shkak të mospurjeve të reja, u rikthyet çmimi autori i librit më të mirë për fëmijë, i cili ju dha shkrimtares Valbona Banka për romanin Arja në dorën time. Dua t'ju falenderoj vërtet që më vlerësuat. Veprën Arja një herë që e kam vërtet shumë për zemër. Ndërsa çmimi autori i librit më të mirë studimor ju akordua studiuesit Ali Xhiku për veprën Faqeve të historiografisë shqiptare. Tu kemi përfunduar, faleminderit për vëmendjen, bashkë natën e mirë.